الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أما بعد pas falënderimeve dhe lavdis ndaj Allahut te baraka ve taala, hamdit, salateve, selameve ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë shoqërinë tonë me emrat e bukur të Allahut te baraka ve taala. Nuk është e tepërt me përsërit në vazhdimsi njohja dhe kuptimi i thellë i emrave të bukur të Allahut Gjelle Gjelaluhu është me rëndësi të madhe për besimtarin. Njohja dhe kuptimi i thellë i emrave të bukur të Allahut te baraka ve taala ka një ndikim të jashtëzakonshëm në imanin dhe në veprimin e besimtarit. Njohja dhe kuptimi i thellë i emrave të bukur të Allahut bën që besimtari të reflekton në sjelljen e tij, në veprimet e tij, ndikimin e emrave të bukur të Allahut në jetën tonë. Sot i kemi dy emra të bukur të Allahut te baraka ve taala. I pari është El-Barr, edhe i dyti El-Latif. Na edhe javën e kaluar nuk kemi duke shku me renditje. Ne kemi bërë një përzgjedhje të emrave të caktuar. Prandaj kjo nuk është ndonjë renditje të caktuar. El-Barr e ka kuptimin në gjuhën tonë në mes tjerash, Allahu është i mirë, por edhe është bamirës. Dhe sigurisht ka dhe kuptime tjera këti emër të bukur të Allahut te baraka ve taala. Mirësia, se Allahu është i mirë, Allahu nuk e ka përjashtu prej mirësisë së tij asnjë krijesë. Bamirësia Allahut i përfshin gjitha krijesat. Allahu Gjelle wa Ala nuk e ka privu asnjë prej krijesave të tij prej riskut të tij. Kur kuj Allahu Gjelle wa Ala nuk ja ka ndërprer riskut. Ne jemi dëshmitar të gjithë jetën tonë me gjithë ata të cilët neve na rrethojnë, edhe ne i rrethojmë me ata që jetojmë, e shohin askujt Allahu Dhul Gjelal, edhe ai që e paraqet veten kundërshtari më i ashpër i Allahut, po themi kështu. Allahu nuk ja ka ndalë as atij riskun. Madje keni pa në shiqimin ton. A keni pa do njerëz që na edhe kena ndoshta kena pas rastin me njoft për afër që ata janë shumë larg prej besimit, nuk e respektojnë Zotin, nuk kanë respekt ndaj Allahut, po në anën e dunjas i kanë kushtet jashtëzakonisht mira. Jo ka qu Allahu riskun dhe sukseset pa fund. Prandaj prej emrave të bukur të Allahut është edhe ky emër i fuqishëm El-Barru. Allahu është i mirë me robrit e tij. Rrjedhimisht bamirësia e tij është e vazhdueshme. A dini vëllezër e mi dashur që ne nuk jemi të vetëdijshëm përballë kësaj mirësie të madhe të Allahut. Pasha Allahun. Po flas për mua personalisht, po pe marr guximin edhe juve për jushti. Nuk jemi të vetëdijshëm, ne nuk jemi të vetëdijshëm sa e madhe, sa e vazhdueshme pa ndërprej është mirësia Allahut Gjelle Gjelaluhu për gjithë ne. Sa dhurata Allahu na bën në vazhdimsi. Madje për shumë prej këtyre mirësive dhe dhuratave, nderimeve që na i bën Allahu, ne as nuk e kemi fare iden. Fare se kemi iden që Allahu të bën dhurat pas dhurate, mirësi pas mirësie. Të shumë fishta janë këto.
Në Kur'an, vetëm një herë në një ajet në tërë Kur'anin është përmend ky emër i bukur i Allahut, vetëm një herë. Është në ajetin 28 At-Tur, thot Allahu dhul Jalal, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kjo pjesa fundit, ai Allahu është i mirë dhe është i mëshirshëm me robërit dhe krijesat e tij. Aq e madhe dhe aq e pa ndërprer është mirësia Allahut ndaj krijesave në përgjithësi, saqë nëse ne kishim me e mashtru vetveten tonë se ne s'kemi nevojë për mirësitë e Allahut vetëm për aq moment sa kemi lëviz çepallën e syrit. Domethënë 1/100 e sekondës është kur e lëviz çepallën e syrit. Nëse unë kom me mashtru veten, kom mu bo i vetë mashtrum, kom me thonë unë jam i pavarur përballë mirësive të Allahut, s'kom nevojën e për mirësitë e Allahut. As për këtë qast 1/100 e qastit nuk mundemi me qenë të pavarur, por nevoja jone dhe varësia, nevoja dhe varësia jone për mirësitë dhe dhuratat e Allahut është e pa ndërpreme në çdo moment. Mirë, nëse tash dona me e marr në rafshin praktik ndikimi i këtij emrit të bukur të Allahut, Al-Barru, në jetën tonë, në shumë sfera, po s'kemi kona, po prekim 2-3 aspekte, Allahu dhul Jalal po e marrim raportin e besimtarit përballë këtij ndikimit fuqishëm të këtij emri të bukur të Allahut. Edhe në raport me dunjan, edhe në raport me ahiretin. Kur fillojmë me analizu edhe me numëru një nga një ndikimet e fuqishme këtij emri të bukur të Allahut në raport me dunjan për ty. Gjithkund kado që e kthen kokën Allahu të barë, ka prek kjo mirësi Allahut ty, të prek, të mbulon kjo mirësi e Allahut ty kado që ti ki me kthy kokën. A dini vllazën, këtu du me e marrë një shembull, e ky shembull është shembull i keq, që i ndodh një pjesë prej robëve të Allahut. Aq janë të natyrshme edhe të vazhdueshme këto dhurata të Allahut dhe këto mirësi, sa që njerëzit në ndërdijen e tyre e kanë kriju bindjen që Allahu na ka borxh ato neve. Mbajnë mend, ky është shembull i keq i disa prej robëve të Allahut. Disa njerëz, domthonë, kuptoj, kështu po fillojnë, edhe një herë. Këto mirësitë e Allahut janë të rëndomta, s'ndalen 24 orë në çdo rrethon, në çdo gjendje. Fare s'është më rëndësi, a besimtara, nuk o besimtara. Kjo e vërtet e madhe, disa prej robëve të Allahut i ka bo edhe i ka qurë në një rrezik të madh, sa që ata e kanë vetë mashtru veten dhe jënë bind, po kjo bind jo vetë mashtrim, sikur Allahu ju ka borxh atyre, sikur Allahu ka obligim ndaj neve për këto të mira. Allahu s'ka obligim. A ti marrë në 2-3 shembuj? Me bo një intervist, gati me çdo dytin apo tretin, por mos me thonë me çdo njerin. E pyet, a ke ëndra dhe dëshirë me u martu? Thot po. Thot po e zojmë varësisht prej moshës që ka, thotë në planifikoj brenda 2 viteve, apo jam në lidhje me një vajzë, jemi të bisedu, ose e kom feju një vajzë, brenda një viti 2 kom u martu e kismet me fëmije me të në të mirat. Ku po e din ti që Allah ka me të farë fëmijë?
Se kjo shpreh, që po shprehet. Sikur deklaron që Allahu ka obligim me më falë fëmijë. S'ka obligim, Allahu s'ka. Po, të gjithëve Allahu ju falë fëmijë, dhe rrjedhimisht, se kjo kështu është, praktikisht, njerëzit e kanë mashtru veten, edhe e kanë bind veten gabimisht që Allahu neve në ka obligim, Allahu s'na ka obligim. Mirë, a ka Allahu obligim neve me na mbrojt prej rreziqeve? Jo, s'ka obligim, por mirësia e ti është aq e pakufishme. Kujdesi i ti është aq i madh, sa që ne në çdo çast, jo momente shumë, në çdo çast të momentit, në çdo të qinten e qastit, ne nuk jemi shkëputum prej kujdesit Allahut. As një moment ti nuk je i shkëputum prej kujdesit Allahut. Allahu kujdeset për ty. Na as nuk ja kemi fare iden rreziqeve që ne i ekspozohemi. S'ja kemi iden. S'po du me bot qesharake, por du të me marrë një shembull. Diku në vitet e 70-ta, kur kanë fillu pak njerëz me pas vetura në këtë vend, gjunkon familjet me gisht që kanë pas vetur. Edhe duke u bo vetura ma shumë shoqërinë tonë, kanë fillu edhe mjeshtrit e veturave, mekanikët. Thot ata mjeshtri në konë këtë në gishta. Filoni. I pari mjeshtër, i dyti, edhe tëni, kur ka dalë në një vetur e re, o dalë problem sfidë se a i mjeshtri ka ditë po e zojmë vetëm një lloj veturës me ndreq, o një tip tjetër, do të tash një mekanik për këtë tjetrin. Në gjëmë, leni këtë kohën tonë, kjo koha jonë është, na kemi kollaj prej qësaj perspektive. Po kthehemi në fillimin e viteve të 70-ta. Kur ndashta në qytet, po spekuloj, jo në konë ndashta maksimumi 50 vetura. Njëtë private të njerëzve. Tregohet, po përmendi me emër, ajo është prindi i një vllau tonë, besimtar, familje shumë e respektume, kur ai si mjeshtër ka fillu me kuptu qysh funksionon motori i kerit, veturës, edhe specifikat e veturës, edhe ai tash një ditë i aranave të vetë për ja u spjegon frenat e veturës, edhe ata tash këtë për i hapin sytë. Frenat e veturës, që saj veglet, që të jënë frenat e veturës, që të frenat e veturës e kanë një farë, hajde tash një bëm dikur që din këtu me kere, qka është ajo si, sajle, po sa shqip sajle, po regull, duhet mi thënë ndryshe, nuk është që shtu po fajt për i thojmë që shtu krejt e di se as për di unë që i thojnë se se di, edhe pse këtu ka mekanika vak që tu që meren, vesh. Në fund, jënë të meru ata që e kanë dëgju. Baba i Mehdi Zajmit, rahmet i pa shpirti, jënë të meru. Kanë, Allah, na po grojshim kërë, ku ka ymrion, qka po në mbaj, ka që hodhë, ka delikate. Adim, kjo në matematike njërzore. Adim se e mora këtë shembull? Për kujdesin e madh të Allahut që e ka për ne 24 orë pa nda. Allah kujdeset për ty dhe për mu. Ndërsa, na me bo hesapin ton me fuqin njërzore, a kini pa njërës që kanë fobi nuk hypin kur në aeroplan? Nuk udhton me aeroplan. Ka fobi, i bën Kabul 3.000 km, edhe 4.000 km, në avion nuk hyp. Fobi i ka, nuk hypi. Edhe a i ka arsyt e veta, ja, marun e tut, në me bëmbërzuhe, më bëkshtu. Ata ekspertat e udhëtimit tregojnë që udhëtimi maj sigurt në raport me veturën, me autobusin, me trenin, me anijen, ekspertat e kësaj fushë thonë që udhëtimi maj sigurti në probabilitetin njerëzor. Jashtat fuqisë edhe madhnisë Allah, është udhëtimi me avion. Po, që një numër i madhe njerëzve kanë këtë fobi edhe nuk mund është me u mush mendën ti me udhëtu me avion kur. Prandaj vëllezërit e mi të dashur,
Ndikimi i fuqishëm i këtij emri të bukur të Allahut në jetën tonë është jashtëzakonshëm. El Barru, Allah është i mirë, dhe mirësit dhe bamirësia Allahut ndaj robëve të tij është e pandalshme. Që po e marrim edhe një aspekt tjetër. Një aspekt tjetër. Si Allahu Dhul Gjelal aty në robëve të tij të cilët nuk janë të respektueshëm, ata që kanë dalë prej udhës Zotit, qysh Allahu në vazhdimsi ju jep afat mas afatit, mos po përmisohen. Ata që kanë dalë fort prej udhës Zotit, fort larg janë prej udhës Zotit. Na krejt dalim ka pak prej udhës Zotit. Të gjithë dalim ka pak prej udhës Zotit. Prandaj a ke mendu një fakt që ti për çdo ditë e përsërit, nëse i llogaritin vetëm numrin e recateve farze, 17 herë në ditë e keni lutje ti. 17 herë në ditë vetëm namazet farz. A nëse i llogaritim edhe namazet sunete që duhet t'i llogaritim, atëherë kjo lutje del më shumë. Ihdina siratal mustaqim. O Allahu im, më udhëzo, më drejto në udhën tënde të drejtë. A nuk jam unë në udhë drejta? Unë jam në udhë drejt. Po, ti e në udhë drejt. Po, del pe i xhamis, e derisa të vjen namazi tjetër, don më shku me pi një kafe deri në hotel Dugazhin, po deri te hotel Dugazhini 10 herë mundesh me dal pe udhë. Me synin tënd, se tradhton syni, me veshin tënd, me gojën tënde dhe kështu me radhë. Shiqoje fuqin e madhe të këtij emri të bukur të Allahut El Barru. Allah është i mirë me robërit e tij. Edhe ai i cili është shumë larg prej udhës Zotit Gjelle Gjelaluhu, Allahu pa da ja jep atij rastin. Ja shtyn afatin, nuk e dënon. Ja jep mundësinë me u pendu. Mirë. Pik. Po du me fillu një fjali 3 në këtë vazhdimsi. Ja jep mundësinë me u pendu. Këtu shumë më rëndësi. Allahu Gjelle Gjelaluhu, mundësit e ti për mu pëndu robrit e ti, a janë mundësi vetëm që një herë Allahu ja jep? Ose, a ja jep Allahu mundësin vetëm 2 herë mu pëndu? Apo mundësia për mu pëndu dhe mu këthy në udhën e Zotit është e vazhdushme dhe e pandërprerë? E vazhdushme. Qyre sa është për muhabit nga bukuria e madhështis Allahut këj hadith. Habit këj hadith. Thot pejgamberi alayhis salam, fol për një rob për robëve të Allahut, që ke mundesh më kon ti bashkë me mua. Thot një rob për robëve të Allahut bëri gjuna, dul për udhës Zotit, Allahu nga mirësitë e tij ja kthjelli mendjen, u pendu te Allahu, bëri tauba, i kërkoi falje Allahut. Mbas një kohë u kthye apet u kthye në gabim, prap dul për udhës Zotit. Po Allahu prap ja kthjelli mendjen e zemrën, prap u pendu. Prap kërkoi falje. Pejgamberi tha, e fali Allahu dhe herën e dytë. Po vazhdon jeta. Prap dul për udhës Zotit e prap u fut në gjuna. Po prap Allahu nga mirësitë e tij ja përgatiti mendjen e shpirtin e zemrën e rrethanat, prap u pendu dhe ja fali Allahu. Sahabët u çuditën. Tash ky reagimi i çuditshëm e ka një koment. Komenti është, apo bën hajgare kjo me Allahuna? Çështja, o pendove njëherë, apo në gjëna? O pendove. Tash, apet po këthesh në gjëna? U pendove. Tash, apet po këthesh? A nuk o që kjo loj? A nuk o kjo munges e seriositetit për i robit për balë madhnis Allahu Dhul Gjelal? Po. Por, kjo është Allahu jon i mirë, Gjelle Gjelaluhu. Mos harab la, në gjemë. Kjo është Allahu i mirë, i jon, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu i dashur i jon. Kjo është bamirësia e madhe e të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Prandaj vëllezër e mi dashur, është shumë më rëndësi me e kuptu këtë raport të
kësaj mirësie të madhe të Allahut ndaj neve është shumë e rëndësishme e kuptu. Dhe masi kemi edhe 2 minuta, tash po e përmendim edhe një aspekt, ndërsa emrin tjetër të bukur të Allahut El Latif, po e lojmë për nesër nëse mi gjallë dhe shëndosh edhe atë, inshallah. Allahu është i mirë, e mirësit dhe bamirësia e ti ndaj neve është e pandërpreme, është e vazhdueshme në çdo çast, në çdo gjendje. E tash kjo neve do të më na reflektu dhe na këtë tash jetën tonë të përditshme do të më shpërfaq. Edhe unë do të më qenë i mirë me krijesat. Nëse Allahu te baraka wa taala via vertikale, kur thuhet gjithmonë via vertikale, është robi deri në qiell te Allahu. Nëse Allahu prej qiellit atje lart, xhelle xhelaluhu, është i mirë me ne dhe kjo mirësia Allahut nuk ndërpritet asnjëherë. Mirë bre. Mja nisti me i dëgju proceset mjekësore, që i spjegojnë profesionistat, prej momentit kur Allahu cakton në mitrën e nanës me u ngjiz edhe me fillu me u formu një krijesë e re, që formohet. Tash, e gjani ka pak kërkoj falje, nuk du Zotin arrujt, kemi shumë doktor të mirë, nuk du Zotin arrujt më talë, po ka pak i doktor të kanë herë, i kanë edhe i kanë do, na hoxhallartë që dojmë me bo hile, na i thojmë gjematit i kena na do qitape që si dini jo, adim? Edhe ata doktorët i kanë do qitape që si dim na, adim? I kanë do... Me anisni me indegju proceset mjekësore, qysh, pa, fëmija është në fazat caktume të shtatzanis, buen analizat caktume. Ato analizat në të shtrejta, ko gjatë shtrejta jo, nuk jënë analizat ka 5 euro dhe tero. Me shiqun qëtë fazë, qysh po zhvillot fëmija, mos mundet me pas këtë defekt, mos mundet me pas atë defekt, prandaj, a kini pa bukurin e fesë islame. Nëse shkencërisht mjeku e sjell përfundimin që fëmia i cili është duke u formu në barkun e nanës është i prekum prej autizmit apo prej sindromit Down apo prej ndonjë sindromi tjetër mund të ketë, dhe doktori thot a tash e ke mundësinë apo do me abortu tash. Çfarë mundësi mu i 5, mu i 6, mu i 7, mu i 8. Bukuria e fesë islame thotë jo, haram është. Allahu më ka falë evladin me sindrom, po kjo o dhurata Allahu të ndodhë për kujdesin, dhe kom haram. Që thotë ndatë që tash pëkrim këtë punë. Kësh po kalim proces tjetër dhe për abortojmë. Se këtë tjetën është probleme, kjo është sindrom i vështire, kime pas të lashe. Prandaj, nga mirësia e madhe sa i mirë është Allahu me ne gjelle u ala, ne kretë këto bukuri që i përjetojmë në shpirtin në lëkurën tonë, do të t'i reflektojmë edhe ne do t'jemi të mirë me të tjerët. Dhe pastaj Allahu e dënë këtë mirësi prej neve dhe Allahu e shpërblen shumë. Pasi që erdhë koha më u falë, po e përmbylli në raport me muajin e bekuar të Ramazanit. Sa i mirë është Allahu gjelle u ala. Ta ka japë kohën e iftarit mundësi të jashtëzakonshme. Të ka japë një muj ditë mundësi natë mbas nate. 10 e fundit e ka rezervu natën e madhe të kadrit e cila ka vlerë edhe më të madhe se 1000 muaj. Prej mirësi sa e madhe është e mira e Allahu gjelle gjelaluhu, e ka bo që lutja jote më u pranu. Vetëm për shkak të statusit që e agjerus. E sa të mira, të mëdha të Allahut, prandaj është ajo surja e madhe e Kur'anit Ar-Rahman, që 10 herë e përsërit Allahut të njëjtin pyetje, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, cilën të mirë të Allahut bre po mohoni, cilën të mirë të Allahut e keni haru bre, sa të mira të Allahut. Allahu çdo dytë në ajet e përsërit këtë pyetje, e cilën të mirë të Allahut po e harani bre. Qysh bre me i haru të mira të Allahut bre? Qysh guxon kjo neve më na ndodh? Nuk guxoj më kon kaq të shkujdesur.
Nuk guxojmë me na ra mbi kokat tona gafleti, aq i rond, gaflet, shkujdesje e rond, dehje më e rond se dehja prej alkoolit, se dehja prej alkoolit është e përkohshme. Ne s'kemi pikuar, alhamdulillah, bashkë me ju, po është dehje e përkohshme, 3 orë, 4 orë, 5 orë, hajde 7 orë për qotë sabah, i ka dalë shpia, i vjen mbarë që ka bo. Po kjo dehja e gafletit, Allahu na rujt, mundet me na përcjell deri sa të takohemi me Allahun e t'ja dorëzojmë shpirtin e jemi të shkujdesur. Gafleti me tran mbi kokë, mbi shpirt është shumë e rond. E sa më i trash e më i rond do gafleti, rreziku është më i madh. Prandaj 17 herë në ditë vetëm në farz themi ihdinas siratal mustaqim. O Allahu ynë, na udhëzo në rrugën tënde të drejtë. O Allah, mbajem fort në këtë rrugë, mos dal pe udhës tonë o Zotim. Gjelle Gjelaluhu, Allahu na imbush zemrat tona plot iman, Allahu na ruajt imanin tonë na forcoft deri në takimin me të. Tebaraka wa taala, wallahu taala alam.